Përshëndetje nga Krusha. Sot është nata Baramit. Këtu kopshtin e kam rregulluar në qendër. Sistemi i ujit lëshohet në këtë kohë. Ujitja natën edhe në mëngjes është shumë e mire. Ditën nuk është e mirë shumë, sidomos kur ka nxehtësi të mëdha. E zakonisht na kem praktikuar natën, para luftës kem flajt edhe nara, shkaku i ujitjes, je detyru mu qu në 2 natës, 3 natës, 4, në 5 mëngjes në varet, që ki bo terminin për ujitje. Edhe i detyru prej dyshekit mu qu, me hynë nujt ftoft, me ndru zort, punë me vështirësi, e të mirë ke gjumi, e ti ka dëgjoje pipin t'ju cjallë, cak, 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 cak. I organin zet aty dysheki, qysh mu qu. Edhe u duke mu qu, si gjumi mëngjesit që i mirë në 5. So ishtë flanja dhe pak, po duhet më shku në punë. E njojta është edhe me ujitje që e kem praktiku, po praktikohet ende. Natën e praktikojmë ma shumë. Kjo është uji fushës. 4 muj dit, veç për fush shërben, e paguj me hektar, nëse e ki 1 hektar tokë. Nuk pe di çmimin, unë i kom 2 hektar e paguj çdo vit. 4 muj, mos e nal hiq ujin, as thot kush pse po jitas. E uji pijes, është ndryshe, uji në pijes duhet me kosy. Kjo është ndallon prej ati. Këto gjitha po funksionojnë. Në mes në kem fotografinë e të madhe të këshin hoti. Fshat. Çdo ditë për kujdesmi, pastrojmë, i kemi rregullu fshatin kogja mirë, ka ende punë. Kem bjell pemë dekorative, ande kem bjell trandofila. Ja dhe kjo pjesa tjetër tash e parkut. Si duket. Këtu kem bjell trandofila, pemë dekorative, edhe me që kanë qenë trandofilet. Atje është shtëpia muzeje e Bramcurit. Janë 2026-ës. Që? Ja dhe lullet. E me datën 29 maj, këtu fillon turneu i futbollit dëshmorët e martirët e kombit. Vetëm sponsorët që kanë sponsorizu turneun, reklamat janë vendosur mbrapa, mirë po dritët qenë fikur, se isha hinja dhe mbrapa, është një fush e rregulluar tash. Para 2 viteve mirë, vjetë ka kalu turneu shumë bukur. Gjatë e 4 ekipe marrin si vjetë. Pjesë marrin edhe nga Shqipëria, Maqedonia, Veriut apo Ilirida shqiptare. Tash do shihni edhe kompleksin memorial, edhe ato e kem pastruar, e kem rregulluar. Ja dhe kompleksi. Këtu është muzeu që vizitohet nga shumë njerëz, kem lënë artefakte të luftës, quhet Muzeu i Masakrës Krushës, janë dëshmi. Që trandofilja dhe poshtë ka qenë. Poshtë janë gjatë e 4 mërmira, gjatë e 4 pagjeto që ende presin, dhe zotin gjinën, edhe e shtët e tyrje.